normali, me thonë që japa na bëm të gjitha dhe këtë nëzërëm, dhe dim shumë mirë, shpresoj që mos lumë me ndjenja për përsëri sërë, Vučići dhe njerëzit e tij, se dim Vučići sundon të gjithë politikën e Serbisë, edhe ato komisione përmes varësit e tij, përmes linjave shtetërore, dhe besoj që është e qartë dhe nuk do koment. Dhe inshallah komisioni tash që është apo ai që ka qenë e ka ma seriozisht dhe t'ju jap informacione ma shumë autoritetet të tyre atje, dhe të bëhet zhvarrimi i të gjithë pagjetërve dhe t'ju kthehet institucionet mbi Kosovës përmes komisionit të caktuar nga qeveria e Kosovës, dhe të bëhet sa më shpejt edhe identifikimi i atyre personave dhe përmes ADN-s, përmes mjekësisë ligjore, dhe besoj nuk do në koment dhe çdo fjalë që është e tepërt ose tepër dhe që është tepruar dhe shpresojmë Serbia duhet të thirrë mendje dhe mos bënë dëm të shpirtat të qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës që bojnë pa mundën për t'i kthyer pagjetëret në Republikën e Kosovës. E shërzojërimi nga ana tjetër, marrëveshja për personat e zhdukur konsiderohet si tema më humanitare e dialogut, por rezultatet konkrete për familjet kanë munguar. Duhet që kjo çështje të ishte ndarë plotësisht nga pazaret politike? Po kjo çështje nuk duhet të bëhet as temë sedime, duhet Serbia të kërkojë falje dhe me të drejta në Konventën e Gjenevës dhe Konventën e Stambollit, një shtet që ka bërë gjenocid, ka bërë vrasje, të gjitha ato që u thanë më lart, besoj që kjo është e qartë dhe nuk duhet të bëj kjo me politikë dhe do të vullnetarisht të kthejt pagjetëre, po që po dishohet në ato varreza kanë bëhe poligon të ushtrisë së Serbisë dhe policisë dhe pa një shpresë shumë e vogël sipas programave dhe njerëzve që kanë dhënë informacione në çdo rrugë tjetër dhe dyshohet në Batajni sot, aty është detonuar ajo dhe është bërë poligon i gjujtjes së ushtrisë dhe policisë serbe dhe kjo është e qartë çfarë serioziteti e ka pas Serbia dhe çfarë mund ta ketë, po shpresoj vetëm me presionin e shëbave mund të kthehen pagjetërve dhe kjo është një shpresë shumë të madhe se kemi thënë shumë herë në zemrën që pa shëbat Kosova nuk mund të bëjë kurrë dhe kemi të këtë pavarësisht aty në hërbatjeve politikanëve dhe kalkulime politikeve që kanë sjellë dëm Kosovës dhe institucioneve, po ato ka të shkuara dhe mos përsëritet më dhe shpresoj që SBA të bëjë presion këtë aspekt, këtë çështje dhe shumë çështje tjera të gjenizohet Serbia dhe të na kthen pagjetër dhe të respektojnë të gjitha këto marrëveshje që janë të nënshkruara edhe nga qeverit dhe këto tjera që do të vinë mbas themelimit të institucioneve mbi Kosovës. Ndërkaq, Elimi, për të bazuar tek ajo që ju thatë, funksionalizimi i komisionit vjen sigurisht në një kohë kur dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është në presion të fortë ndërkombëtar. Mendoni se ky hap që është arritur deri më tani do të ndodhte pa presionin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po nëse s'ka presion nga Bashkimi Evropian, si që thash pone dhe jo, besoj që ato bisedime, ato shkurje të kuota dhe besoj që ata e kanë informacione të sakta, po bojnë kalkulime dhe i qojnë për vendet ku nuk ka varreza, po veç me gojdhëna, pashë thëma dhe qëllimisht bojnë kinse, po bashkëpunojna e dim politikën e tyre dhe jemi duke përjetuar që 27 vite peshërimit Kosovës që Serbia çdo sen e përdor kundër Kosovës në dëm Kosovës dhe shpresoj të thirrë mendjen ndërgjegjës dhe mos bojnë më, por t'ja kthejnë të dashurve të tyre të gjallë që në Kosovë pagjetërit dhe shpresoj që kjo një herë e mirë të kryet kjo çështje dhe mos kem probleme dhe të njihemi edhe juridikisht si shtet pavarur sovran në shtetet mes Kosovës dhe Serbisë dhe besoj që Kosova dhe Serbia dhe 6 vende në Ballkan Perëndimor kanë vendin në NATO, Bashkimin Evropian dhe jo të merren shekullin 21 ende me këto sene dhe ka kaluar luftat në ish Jugosllavi pa marrë parasysh dhe investimi amerikan që bën çdo ditë dhe çdo muaj, çdo vit, kjo është e qartë nuk do të lejojnë shobat Ballkanit që mund të ketë luftë apo ndonjë konflikt në X shtet apo Y shtet. Qartë, Elimi, ende nuk është bërë i qartë nëse komisioni do të ketë mekanizma detyrues apo vetëm rol këshillues. A ka rrezik që komisioni të mbetet pa fuqi reale vendimarrëse?
Po shpresoj që mos të vije ajo çështja në moment, po shpresoj që të vijë këtë që thoni jo dhe të vijë u tha më herët dhe të gjitha u tham për këtë temë dhe besoj të ketë presion më të madh nga SHBA dhe ato tjerat procedurale administrative janë të mirësearër dhe gjenizohet vëqishje dhe politikative dhe të kthej pagjetër dhe shpresoj që mos jetë mes letër apo vesh mos shkojnë sa për meditja apo sa për thonë kemë bërë një punë, po punohet konkretisht dhe me hapat sigur dhe shkut të vendet, sa ata i kanë adresat, i kanë hartat, i kanë të gjitha shënime se po një pjesë e madhe e aso ushtri është enda aty dhe ne punojnë ka shumë ushtarë që kanë marrë pjesë në luftë aty dhe i dinë saksisht po bojnë kalkulime dhe dëmë dhe këtë e dim shumë mirë dhe qëllëmisht nuk i dhojnë informacione se me dash brenda një muaj do të kryjnë të gjithë të zhvarosërit dhe të kthejnë pagjetër dhe po bojnë kalkulime dhe në dëmë popullet Kosovës, si që ka bo Izrael Serbia dhe tash mundohet me bo. E qartë, zoti Arimi, nga ana tjetër, autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se kjo çështje është sigurisht prioritet shtetëror, por kritikat për mungesën e transparencës vazhdojnë akoma. Ka qenë Kosova mjaftueshëm këmbgulse në këtë proces? Ndërome Kosova dhe institucionet e Kosovës, qoftë ishtë qeveritë e kaluara, dhe këto tash nuk mujnë me bo ma shumë se s'kanë fuqi, ma shumë. Por derisa nuk njihë shtetë me shtetë dhe shkon përmes personit tretë, këtë rast, Bashkimin Evropian, dhe personit katër SHBA, me presion e dinë çfarë suksese mund të ketë dhe çfarë mund pritet, kjo është e qartë. Dhe besoj edhe institucionet tash që do të themelojnë nuk mund bojnë ma shumë përpos se të krijojnë kushtet më të mira dhe me shku atje dhe me gërmue dhe besoj ato çështjet administrative besoj janë shumë teknike dhe nuk duhet të përmenden, po duhet Serbia të bashkëpunojnë më shumë dhe çdo kalkulim tjetër është në humner dhe nuk ka efekt. Kjo nisja e bisedimeve dhe përtej atyne premtime të Serbisë që ka premtuar që do t'i bëj të gjitha ato përgatitje, do t'i jap edhe informata prap nuk kanë jap dhe nuk kanë qenë njerëz adekuat, i kemi parë edhe në të kaluarën ata persona si që është Odalović, Edmaj ka qenë një linkë të Miloševićit dhe kjo është e qartë dhe çfarë se rëzdete, çfarë njerëz ka caktuar regjimi Vučićit për pagjetër dhe kjo është shumë e qartë dhe nuk do në koment. E qartë, zoti Arimi, apo humbet tashmë besimi i qytetarëve tek dialogu për shkak të mungesës së rezultateve, pasi çdo vonesë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur rëndon sigurisht mbi besimin mes palëve dhe mbi shpresën e familjeve? Unë shpresoj që pagjetërit është një temë kruciale shumë është e dhënshme mas pari nga qytetarët, i kërkoj falje shumë për të gjithë ata të zhdukur për familjarët e tyre, se ata ndjenë më shumë të se ata i prek në zemër dhe në shpirt, edhe neve qytetarët po jo më shumë se ata. Dhe institucionet e Kosovës shpresojnë do të bëjnë edhe më shumë dhe do të bëjnë më shumë që të vitë deri te informacioneve dhe do të vitë që kthejnë pagjetët, që kthejnë eshat e familjarëve dhe që u bëhet rivarimi në mënyrë shtetënore dhe profesionale dhe besoj që mos bëjt ndonjë dëm në këtë aspekt. Nuk besoj nga institucionet e Kosovës, por vetëm topi është te Serbia, atje për shtrimi, se atje është qenë dhe atje nyja dhe besoj tash vi edhe presionin më i madh nga SHBA dhe zoti Trump me themelimin me ato fund zonës Osmani që mor ftesë në atë Davos atje, Albin Kurti në Davos dhe zonja Osmani që ishte pjesëmarrëse e atij forumit, kjo është e qartë se SHBA-ja nuk do ta lënë Kosovën anas dhe do t'i rënë me prioritet sanave dhe Serbia ka bërë të qartë që nuk mund të lumë në fatin e Kosovës, se din kënë ka forcë dhe kush e përka, dhe kjo është e qëndshme, po është minutat e fundit të Vučićit, themi është minutat e fundit se dënë kod derisa të bie regjimi, se dim shumë fort Serbia çfarë ushtri, çfarë polici ka, çfarë inteligjenca dhe ata janë duke marrë Vučićin në pushtet, e dim ato protestat e kam thënë intervistat e kaluara, që vetëm me dhonën dhe nuk bie se është inteligjenca serbe është e fortë, ka komplet e ka shtin funksion aparatin shtetënor, shërbimin të inteligjencës, policisë, të ushtrisë dhe gjitha, dhe vetëm për me mend pushtet dhe ja pra ato janë duke mbajtur në gjallë sikur kur është njëri me aparaturë dhe me ilaçe apo me terapi si shtojnë, dhe besoj këtë
Vučić që e din shumë mirë dhe e ka thonë një kolegë jonë në Serbi, Dušan Janić, edhe një personalisht, ka marrë pjesë në konferenca në Maqedoni, dhe është një njohës i mirë i çështjes së Ballkanit dhe pritet Vučićit ta nënshkruaj edhe njohin e Kosovës, që pikërisht është e kom analizuar dhe besoj që është real nëse Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij